Dita e 9 majit i atribuohet formimit të Bashkimit Evropian nga 6 shtetet e para themeluese: Italia, Gjermania, Belgjika, Holanda, Luksemburgu e Franca. Formimi i Bashkimit Evropian ishte vizioni i ministrit i jashtëm francez të kohës, Robert Schuman. Presidenti i Këshillit të Evropës, Antonio Costa, i është drejtuar Shqipërisë me një mesazh. Costa thotë se ardhmja e Shqipërisë është në Bashkimin Evropian, referuar edhe përparimit të konsiderueshëm në negociata. Ne besojmë se ardhmja juaj është në Bashkimin Evropian, po bëhet shumë punë e vështirë për ta bërë këtë të ndodhë. Shqipëria ka bërë një përparim të konsiderueshëm të negociatave gjatë vitit të kaluar. Ju inkurajoj të vazhdoni me vrullin e reformave. Së bashku do të ndërtojmë një të ardhme të përbashkët europiane, Roft Europa, tha ndër të tjera Costa. Eksponent të politikës në Shqipëri kanë përcjell mesazhe urimi për Shqipërinë si një vend aspirant për integrimin në familjen e madhe europiane. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj publikoi një mesazh në Ditën e Europës për të nderuar të gjithë ata që ndërtuan familjen e bashkuar europiane. Begaj shkruan se sot Shqipëria është më afër se kurrë integrimit. Sot ne festojmë Ditën e Europës dhe nderojmë të gjithë ata që ndërtuan dhe bën realitet projektin e Bashkimit Evropian, i cili ka në zemër paqen, sigurinë, demokracinë, begatin, solidaritetin dhe lirinë. Shqipëria është sot më afër se kurrë për të qenë pjesë e familjes europiane, e gatshme për të shtuar projektit evropian, energjinë dhe vlerat e saj, shkruan Begaj. Edhe kryeministri shqiptar Edi Rama shkruan se Shqipëria është sot më afër integrimit se kurrë më parë. Mirëmëngjes, dhe në këtë ditë të Europës, ku Shqipëria është më afër se kurrë familjes europiane, ju uroj një fundjavë të mbarë, shkruan Rama në postimin e tij. Ministri i Jashtëm Feri Toxha thotë se Shqipëria mbetet e përkushtuar ndaj rrugës së saj europiane. Shqipëria po vijon negociatat për antarësimin në Bashkimin Evropian që pas çeljes së tyre në vitin 2022, duke konsideruar integrimin si një nga objektivat kryesor strategjik të vendit. Gjatë viteve të fundit, fokusi ka qenë tek përmbushja e reformave të kërkuara nga Bashkimi Evropian, veçanërisht në drejtësi, luftën kundër korrupsionit dhe forcimin e institucioneve. Bashkimi Evropian mbetet një nga projektet më të rëndësishme të bashkëpunimit në kontinent, duke e bashkuar 27 shtete rreth parimeve të paqes, demokracisë dhe zhvillimit të përbashkët.